Të ka në pushtet që në 98-ën, po s'ka rëndësi. E ka lëshu, ka ardhë. Edhe ka lëshu dhe ka ardhë, po kur lëshu dhe ky thoshe nuk është lulli, është ky prapë. Dhe ne mund të kishim ra shkurse, ti thoshe që në fillim që problemi është Berisha dhe fiknim këto kreativitetit gjithë këto. O jo, për mu s'është problem. Atu do t'ilje. Jo, mu sa s'o kam bën. Prandaj po duroj. Po tash nëse po mendon se na do të marrësh në studio, domethënë zije tërë vetëm për pushtetin, unë u pajtova. Po jo, po tash se nuk është kjo tema. Po jo, po, se nëse po mendoni që katër veta duhet njëkohësisht me mendu njëjtë për secilin skenar të opozitës, mos e prit meje, domethënë si shpresë. Po. Edhe sikur. Po. Që zbrastime në mbushtade, kjo është e pamundur. Por po them diçka tjetër. Nuk po diskutojmë zezat e pushtetit, se këto kemi diskutuar 1 milion herë dhe për këto si shteti bim dakord. Ne po diskutojmë një temë që është kudo bëhet kjo, që në shoqëri ku asgjësohen liri të drejtat, ku opozita burgoset, ku mediat kontrollohen, ku gazetarët përndiqen, ku një pjesë e madhe e kundërshtarëve politik blihen, keq përdoren etj etj. Ku parlamenti është totalisht armë dorën e njeriu, ku një pushtet ka 61 bashkitë që ka gjithë Shqipëria, që po fitove edhe një bashki të marrin të fusin në burg, ta marrin dhe bashkinë. E po themi në këtë vend, unë mendoj dhe këtu ndahemi, kjo nuk është më detyrë, kjo nuk është më krizë e opozitës, është krizë e shoqërisë, është shoqëri totalisht e asgjësuar. Se dakord, Berisha ka ardhur majtundës njerëzve dhe PD-s vetë ndoshta. Po kanë Alin Qor, po kanë Adriatik Llapaj, po kanë Agron Shehaj, po kanë partitë e reja, pse nuk votojnë për ta? Besoj që votoj. Sepse e don kohën vet. Patjetër. Besoj që votoj. Meqenëse për 2 muaj, për 3 muaj ngrihen lëvizje. Por po them që të gjithë këto, ne jemi dëshmimtar, si trajtohen media, çfarë mundësish kanë? A mbrin dot këta te elektorati i tyre, po s'kan mjetet e nevojshme financiare, nuk kanë asnjë shans. Nuk kanë asnjë shans. Pse? Sepse janë asgjësuar gjitha rrugët normale që ka një shoqëri për të çuar mesazhin. Dhe prandaj këtu nuk del asgjë e re dhe mbetet pushtet gjë e vjetër. Kaq. Të bëjmë sa ti marrim pak konkretisht. Po. Se fakti që nuk duhet të jemi gjithë me një mendje shumë mirë. Po vetëm për kundërshtuar. Jo. Prit, ta mbaroj. Vetëm për kundërshtuar, ne nuk mund të heshim apo ta pranojmë faktin se një lloj si në Tiranë funksionon dhe në Budapest. Mandi të bëjë një sfidë. Më thuaj në Bullgari dhe Hungari, kur kanë hyrë në zgjedhje opozita me të gjithë liderët e opozitës ose të arrestuar në proces penal. Që ta them. Prit, më thuaj një rast në Bullgari. Po kishte citu Bushati librin. Po në rrugë. Kështu vdesin demokracitë. Në Bullgari apo në Bullgari. Playbook i librës është playbook i librit, domethënë. Veç pak. Po pse i nga keq po të pyes konkretisht. Po ikë, unë veç më duhet. Domethënë, aty janë 2 personazhe në një libër që është absolutisht për më të mirave, se si vdes demokracia, janë Erdogani dhe Orbani. Domethënë janë 2 tipat. Çka ka bërë Orbani se ka bërë Roma. Ata thamë një gjë. Që i thojnë anglisht i thojnë gerrymandering, ndryshimi i hartës zgjedhore. Orbani, sepse se ka bërë Roma. A nuk janë në dialog me opozitën tash për një kriju ligjin zgjedhor? Ora si dialog, jo. Po si janë? Ti më thon dialogu. Ora si janë Berisha po të beson se unë jo. Berisha në dialog. Ora brati se ka bë. Ai ka bërë sa ka bërë. Po, a kanë bërë bashkë me Berishën? Jo, unë e ka bërë vetëm. Tash e ul bashkë. Ora me çfarë ligji jemi sot? Me ligj e ka bërë vetëm. Po pse ka marrë pjesë zgjedhje? Operat, ka ndryshuar se ti the se e ka bërë Orbani, se ka bërë Rama. Rama ka bërë para Orbani. Se ke qenë në opozitën atëherë. Shif, personalisht i mundesh mu marr me mua sa dush, domethënë se nuk ka ndryshoj. Jo. Ke qenë në opozitën, s'ke qenë në opozitën. Fajin. Berisha pra, po isha i gare, se nuk e qenë. Jo, s'ka lidhje se nuk e ndryshon kjo realitetin politik. Ka është Berati domethënë. Informacion. Po. Ka ndryshuar komplet zonat elektorale. I ka bërë siç e donte vetë. Ka ndryshuar. A është votuar në kuvend? Po ka shumicën pra e voton. Po. Ka votuar dhe ligjin e ri zgjedhor, megjithëse amerikanët që i donin shumë, Pompei, që ishte sekretar i shtetit, Trump doli dhe